Julian Shehu debutoi me Fenellon e kombëtares shqiptare në duelin ndaj Andorrës ku Kuqezin triumfuan me rezultatin 2-0 në prononcimin e dhënë pas këtij dueli me sfushorin 26 vjeçar deklaroi: "Emocionet ishin të mëdha. Falenderoj çunat që më bën të lehtë debutimin. Jam shumë i lumtur te fitoria për të arritur ëndrrën që kemi. Unë do të bëj maksimumin për kombëtaren sa herë që të thirrim. Emocionet janë normale, për pas fillon e lirohesh. Për mua veç në ëndër e bërë realitet ardhja në kombëtare, e kam pritur këtë ditë gjithë jetën. Do të jap shpirtin për kombëtaren. 2 orë para ndeshjes se mora vesh që do të isha titular." U shpreh Julian Shehu për mikrofonin e Supersport. "Për mua është një ëndër e bërë realitet që kur u vira në kombëtare dhe sot nuk e prisja të luaja, kur më tha trajneri ju u hapita, por jam i lumtur për debutimin dhe fitoren, për të besuar dhe për të shkuar përpara për botrorin. Vetëm këtë periudhë kam pasur kontakte me Silvinion. Nuk do bëhem në të ardhmen në ndeshja parë ka emocionet e veta, dhe do që të jesh më i sigurt. Jo që nuk provova përpara, por u mundova të luaj më thjesht", tha Shehu për televizionin Klan.